Në sallën e Pallatit të Kulturës në Lezhë, zhvilloi recitalin e saj të parë violinistja e re Briselda Mirukaj, nxënëse e Shkollës së Muzikës Beslidhja. Me një përvojë 9-vjeçare në violin, ajo dëshmoi nivel të lartë teknik dhe ndjeshmëri artistike duke përcjellë emocion te publiku. Mirukaj u shpreh se ky recital ishte një moment shumë i rëndësishëm për të si artiste, ndërsa duartrokitit e publikut i dhan forcë dhe besim për të ndjekur ëndrrën drejt skenave botërore. Ka një ritëm bukur. Besoj se publiku mund të kënaqë me pjesën e mia. Ëndra ime është të bëhem një violiniste e madhe, luaj në një orkestër harqesh të madhe. Pjesë e festivalit ishte pianistja shoqëruese Synjona Papleka për të sjellë një performancë të sajën, ndërsa në opinionin e saj për Briseldën u shpreh se është një artiste e kompletuar. Sot salla ishte plot dhe duke që ndjes tashmë është një publik që është gjatë gjithë kohës interesuar për muzikën klasike. Briselda është vërtet një vajzë shumë e talentuar dhe shumë punëtore mbi gjithë. Besoj Briselda do të ketë një të ardhmë shumë të mirë.